2 ditë dhëna kaotike përsa është rritur prodhimi vendor bruto në 3 muajt e parë të vitit. Dje dhe sot, sipas qeverisë, rritja është 3.4%, sipas ESHS rritja është 3%, por edhe 3.2% me të dhënat e adaptuara sezonale dhe kalendarike. Megjithatë, sot dilemën e shtoi Ministrja e Financave. Но јас мислам дека тука кажав 3% раст на бруто домашниот производ, така што Pasi u konstatua rritja, u prezantua edhe shkaku i rritjes. Një nga faktorët më të mëdhenj që ndikoi në rritje ishte shpenzimi final i anvisrive që u rrit për 7.1% ose realisht për 2.1%. Kjo do të thotë që qytetarët kanë bler 2.1% më shumë produkte se në të njëjtën periudhë të vitit kaluar, por i kanë paguar 7.1% më shumë për shkak të inflacionit. Sipas ministres Dimitriës Kakoçoska, qytetarët shpenzojnë më shumë për shkak të pagave dhe pensioneve më të larta, dhe për këtë arsye nga sot fillon koordinimi më i mirë mes politikës fiskale dhe asaj monetare, gjëgjësisht mes Ministrisë së Financave dhe Bankës Popullore për ta ulur inflacionin. Во однос на инфлацијата ќе видиме како ќе се одвиваат работите понатаму. Знаете дека имаше и мерки спроведени од страна на владата и тој дел се следи. Ќе се координираме со монетарната политика и ќе спроведуваме и ќе реагираме соодветно на предизвиците кои што ќе следат. Megjithatë, nuk pati përgjigje konkrete se çfarë masash do të merren dhe nëse do të shtrëngohet ripi, përkatësisht nëse do të destimulohet blerjet. Përkatësisht nëse do të destimulohen blerjet e qytetarëve, gjë që do të mund të bëhej përmes kufizimit të rritjes së pagave dhe kreditimit të qytetarëve. Ministrja theksoi se preqet të vazhdojë rritja e pagës mesatare për shkak të mungesës së kuadrit të mjaftueshëm dhe garës për ta tërhequr kuadrin ekzistues përmes rritjes së pagave. Lufta kundër inflacionit do të zhvillohet edhe përmes rritjes së prodhimit bujqësor, uljes së importit dhe rritjes së eksportit. Сега во однос на увозот, да, загрижува тој податок многу и тука апсолутно нема збор и ние како Министерство за финансии сега подготвуваме некои дополнителни, да кажам, производи преку Развојната банка кои што ќе значат малку поголема поддршка на преработувачката индустрија. Sipas Ministres së Financave, edhe me ribalancin, projeksioni për inflacionin do të mbetet 2.2% në nivel vjetor, me çka do të jetë afër inflacionit në eurozonë. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për të ruajtur stabilitetin monetar dhe për të mos mbivlerësuar denarin në raport me euron, siç është rasti tani.